episodu mundësua nga Ana Marketing Agency dhe Dea Academy Dance. Mirë se erdhët në emisionin Klubi i Zhvillimit. Një tjetër i ftuar, shumë pyetje, por gjithashtu ndër të tjera disa teste lojre psikologjike për ne këtu, por edhe për ju që po na ndiqni. Kë kam të ftuar sot? Kam të ftuar Francin. Franci, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kishe dëshirë, më the, dua të shkoj atje, si the mamit e zyshmarrësi? Po, doja të shkoja sepse mami më tha që pa në rrjetet sociale, që kishe hedhur një post për klubi i zhvillimit dhe thash pse mos e marr pjesë dhe unë. Po, Francin e kam njohur edhe më përpara në aktivitetet dhe në kurset që kemi zhvilluar përse përket komunikimit në publik, shumë i shkatët, por edhe ju do e njihni këtë anë të tij shumë pozitive dhe shumë interesante. Dhe siç e dini, filloj me kutin, çfarë ka në kuti. Franci na ka përzgjedhur foto kur ka qenë i vogël dhe një lodër. Lodër Franci. Por mirë e ke mbajt, kaq shumë ke luajtur me këtë topin. Çfarë historie ka ky topi? Tani unë në thënë të drejtën unë nuk luaj shumë me lodra, si për shembull me karaktere. Unë luaj më shumë me topa. Mami nuk më le në shtëpi të luaj me top të madh sepse prish gjërat dhe luaj me këtë top në vogël. E kam gjetur për në 3 vjet, po bën. Tani fiks në prill. Po, edhe pse është i tillë, ti prapë e mban, nuk i hedh lodra sa prishet një çik edhe dua tjetër. Jo, unë akoma loz çdo ditë. Me këtë? Po, rregullisht. Kështu që nuk duhet ta humbim këtë kurse si, Jo. Po, pastaj do i bëjmë bashkë. Po mirë, po në 7:30 e kam orarin. Mirë, pastaj e gjejmë kollaj dhe po na ra këtu. Franci na ka gjetur 2 foto, këtë zgjedhur nga këto të dyja. Mirë, po zgjedh këtë. Këtë me borë. Edhe tjetër ishte e bukur, e ngjashme në të njëjtën moshë. Sa vjeç ke qenë këtu dhe më kujto pak këtë moment. Këtu kam qenë 6 vjeç dhe këtu është hera e parë që kam prekur borë, është në 2022. Po e mbaj mend. Që në cilën periudhë ka rënë borë, mba? Në janar dhe në fillim të janarit. Fillim të janarit ka qenë e periudha? Dhe ti ke qenë shumë i gëzuar. Po, ishte hera e parë që dhe unë bëra një eksperiment, madje që ishte kur mbaroi borën, mblodha një tas me borë dhe derisa shkriu donte rreth 5 ditësh që të shkrinte. 5 ditë që të shkrinte në atë tas? Po ku e mbajte? Në cilën kush? Në dritare. Në dritare? Po, në dritare. Mbajte dritaren, e vuret e parvazi dritares? Po. Dhe për 5 ditë ajo filloi të shkrinte ngadalë. Sa bukur. Dhe ti ke një shtëpi me obor? Po, me obor. Dhe e ke të mundur që të luash jashtë? Po, kam ambient të madh. Po luan aty me top? Po, mund të luash? Mirë. Me që e prezantuam dhe foton, çohim pak si do jetë Franci me pasa dhe do kalojmë me njerë tek pjesa e dytë. Kape! Vetëm të mos na humbi! Rikthehemi tek pjesa e dytë me plotso fjalin. Dua që mi plotsosh këto fjali dhe janë fjali që unë dua të shpresh pak edhe fantazinë tënde. Okay. Po e filloj dhe vazhdimi të takon ty. Nëse do të krijuaj një rregull të ri në shkollë, do të ishte? Rregulli i ri që do të krijoja në shkollë do të ishte që 2 orë të jetë vetëm lexim jashtë klase dhe të përkushtoheshim më shumë në libra sepse jo në libra gjithkohës, por shumica e klasës në klasën time nuk lexojnë shumë libra, po. Dhe kështu do ta bëj si një formë detyrimi 2 orë vetëm të lexonin aty mbi libra. Po. Njërë në javë, ama. Njërë në javë. Po. Kjo do ishte një rregull i ri. Mendova se doje të shtoje më shumë orët e edukimit fizik apo gjëra të tilla, por edhe kjo më pëlqen sepse leximi është shumë i rëndësishëm. Po, di. Nëse do të isha një kafsh, do të isha sepse do të isha një luan. Gjithmonë kam thënë edhe kur më ka pyetur njerëz të tjerë sepse doja të isha mbreti i xhunglës dhe të isha si për shembull në krye. Jo në krye që ti thosha bëj këtë bëj atë, por thjesht që ti isha në krye. Komandant, lider, drejtues, po drejtuesi drejtues. Drejtojnë. Por jo ti them që më bëj këtë mua në çast tani. Thjesht do të drejtoj për gjërat që nevojiten të drejtohen. Edhe sipas mundësive që kanë. Për shembull,
nëse do bësh e fjalë për shumë për breshka, ti nuk mund të thosh e breshkave shko ec me shpejtësinë e lepurit. Ja. Dhe anasjelltes. Pra, ti do sillje drejtësi dhe barazi sipas Secila kafshë do kishte punën e saj. Si për shembull, lepuri do shkonte të merrte ushqim sepse është shumë i shpejt dhe breshka do të kapte zvarranikët e vegjël. Mirë. Ky lloj luani, ky lloj drejtimi më pëlqen sepse është tek aftësitë e liderit, jo thjesht të qenurit drejtues apo si themi ne the boss. A jo që ty të lëndon më shumë, janë fjalët apo veprimet e të tjerëve? Për fjalët, mua nuk më dëmtojnë fare, sepse unë shikoj gjithmonë punën time, por veprimet në disa raste që është një veprim që mua më prek, aty preken pak dhe... Po veprimet e ke fjalën për të shtyr, kur të shtyn, kur të përjashtojnë? Jo, kur më kujtojnë gjërat që më mërzisin mua. Ato lloj veprimesh. Po dhe këtu ka fjalë, sepse ato tregojnë me gojë, por ti quan si diçka që është konkrete dhe kjo nuk të pëlqen. Çfarë ka ndodhur? Po, kanë. Unë e kuptoj që dikush është mik i vërtet, kur çfarë duhet bëj ky miku vërtet? Kur miku vërtet unë e quaj kur unë i them një sekret dhe ai ma mban besën mua dhe nuk ja thot njeriu tjetër. Si për shembull unë i them mos i thuaj njeriu tjetër, vetëm do e kemi të dy bashk. Po ta them vetëm ty. Dhe ai ma mban besën mua. Sa kohë duhet ta mbaj ai apo përgjithmonë? Derisa ta them unë, mund ta hapësh lajmin sepse është gjëja ime. Si të ka ndodhur, si të ka qelluar me shokët në këtë gjë, me këto sekrete? Ti kanë mbajtur? Unë i kam mbajtur, jo se nuk kam patur një situatë sepse nuk i besoj shumë. Vetëm kur kam një shok shumë të ngushtë, që kam njohur për 3 ose 4 vjet, atyre ja them sepse më mbajnë besën. Ke testuar rrugës se si janë. Unë jam më shumë ai që dua të jem apo ai që të tjerët presin nga unë? E kupton këtë pyetje? Po, e kuptoj. Unë dua të jem siç dua unë, jo siç duan të tjerët, gjithmonë. Kemi në vijim me Francin një tekst që do e lexojmë dhe si në vrikosur do lexojmë këtë tekst, ose më saktë do e interpretojmë, do bëjmë aktor. Është një tekst i shkurtër. Do mundohemi ta lexojmë në 2 versione. Franci, këtë tekst që ke tashmë këtu para, sot do zgjova herët e të tjerë, do lexosh si fillim i nevrikosur. Pastaj të njëjtin tekst si i lumtur, shohim pak se si emocioni mund të na përfshijë në këtë lloj interpretimi. Gati. Sot u zgjova herët dhe hapa dritaren, qielli ishte i kthjellët dhe ajri shumë i freskët. Vendosa të lexoj disa faqe nga libri im i preferuar. Më pas ndihmova prindërit në disa punë të vogla në shtëpi. Në fund të ditës u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Ky më duk pak i nervozuar në fillim, pastaj u qetësove nga fundi. Po. E provojmë i lumtur. Sot u zgjova herët dhe hapa dritaren, qielli ishte i kthjellët dhe ajri shumë i freskët. Vendosa të lexoj disa faqe nga libri im i preferuar. Më pas ndihmova prindërit në disa punë të vogla në shtëpi. Në fund të ditës u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Do zgjidhësh një emocion për mua ta lexoj unë për shembull? Shumë i nevrikosur. Shumë fare? Sot u zgjova herët dhe hapa dritaren. Qielli ishte i kthjellët dhe ajri shumë i freskët. Vendosa të lexoj disa faqe nga libri im i preferuar. Më pas ndihmova prindrit në disa punë të vogla në shtëpi. E në fund të ditës u ndjeva i lumtur dhe i qetë. Si të duk? Sa pikë do më vësh? 1 nga 10, 8. 8. Mirë, quhet kalueshëm. Merrni dhe ju një laps, një letër, sepse përmes kësaj fjale do të kemi fjalë të tjera. Franci, fjala është pranver dhe unë dua që përmes kësaj fjale ti të më formosh dhe fjalë të tjera. Për shembull, duke marrë në konsiderat fjalën dituri, mund të themi fjalën këtu di, turi, turi. Tani fjala është pranver. Do të çfarë fjalësh mund të formojmë me fjalën pranver? Nëse të ndihmon ta shkruash, mund ta shkruash dhe ju të tjerët mund të më thoni se sa maksimumi mund të gjeni. Pra mund të bëni kombinime me shkronja, jo duke vendosur shkronja të tjera, por kaq shkronja sa keni aty. Pranver, fiks në stilën me të cilën ne tani jemi dhe po përjetojmë. Stina e aromës, e alergjisë, e freskisë, e luleve. Sa fjalë ke gjetur deri tani? Deri tani 3. Deri tani 3. Po ju sa keni gjetur? Në fjalën pranver?
Tani sa më gjatë ishte fjala, aq më shumë fjalë mundet të gjeni, por në këtë rast mirë dhe aq. I lexojmë të treja, pastaj ndoshta Okej. Fjala e parë, pran, pran, po. e dyta, ver dhe e treta, ra. Ra, po. Çfarë më dëgjim tjetër këtu? Na, pran, ver. Mirë, këto janë 3 fjalët. Nëse keni gjetur më shumë, na shkruani, na komentoni. Pranohen vetëm përgjigje negative. Po e them kështu, përgjigje të gabuara. Pra, nëse unë them, a je me Marsin? Ti do thuash jo. Jo. Okej. Mirë. Duhet të përgjigjemi sa më shpejt, Franci. Okej. Fillojmë. A është qielli blu? Jo. A jetojnë peshqit në ujë? Jo. A përdoret lapsi për të shkruar? Jo. A ka matse 4 këmbë? Jo. A është akulli i ftohtë? Jo. A lind dielli në mëngjes? Jo. A ecin zogjt? Jo. Dhe them po. A është bora e bardhë? Jo. A jetojnë njerëzit në tokë? Jo. A përdorin telefon për të folur? Jo. Mirë, ishe shumë e shpejtë edhe madje ishin disa sekonda që edhe unë duhet ta mendoja, nëse po, jo duhet të përgjigjur apo ishte kundërta. Do na duhet sërish një lapse letër, sepse Franci do t'i them të më shkruaj 3 gjëra. Dhe bazuar në romanin e George Orwell, unë dua që t'i them Francit, kemi një dhomë, Franci. Supozojmë se ekziston një dhomë, hapim derën, dhe aty në atë dhomë azjesohen ose fshihen, zhduken 3 gjëra që ti nuk do doje të ekzistonin. Pra i kemi, jetoj me to, mund të jenë gjëra të prekshme, të paprekshme, gjëra të ndryshme. Dhe duaj që të më shkruash këto 3 gjëra në këtë letër, që është pak më e vogël, se pastaj duaj që në formën imagjinat, pra ne ta grisim, nuk do të djegim se pastaj kush i vën flakën. Dhe më mendo cilat janë këto 3 gjëra, dhe në roman, në Dhoma 101 na mësojnë që shumë gjëra do donin mos të ekzistonin, por më thuaj ti cilat janë këto 3 gjëra që ti si fëmijë nuk do doje të ekzistonin më. Që janë të dhimbshme, të mundimshme për ty, për shoqërinë, për fëmijët. Mund të them një fjalë? Po, me fjalë dua, jo me fjalë, po. Them kot, si për shembull, era, koltuku dhe kjo. Okej, shkruaj ta. Mirë. Ma jep letrën? Kam. Nuk e prisja që të më shkruaje këto 3-ja. Franci ti ke shkruar dramat. Nuk më pëlqejnë fare filmat me drama. Pra të heqim filmat me drama? Po. Se njerëzit pas e bën dramatik kur duke parë ato? Po. Oh, se i lodhur jam. Ofendimet? Ofendimet, fjalët e pista. Por ofendimet nuk është vetëm fjala e pistë. Ofendimi është për shembull kur edhe ti e përqesh dikë ose i thua nuk e mjaftueshëm, nuk e bëre, sa bukur e bëre. Edhe në këtë formë. Po, në kisha në sensin që për fjalët e pista më shumë. Kryesisht, gjithë fjalët e pista ti do doje t'i zhdukje. Po. Dhe i sigurt? Telefonin nuk e përdor telefonin, përdor më shumë televizorin dhe PlayStationin. Telefonin nuk më pëlqen. Pse nuk të pëlqen? Celulari, interneti, videot, YouTube, këto që shohin fëmijët, Roblox e tjerë nuk i sheh fare. Jo, i shoh, por thjesht në disa pajisje të ndryshme. Telefoni është shumë nuk më pëlqen. Sa mirë. Po me PlayStation luan shumë. Po, e ka me orar. Me orar. Po. Gjithçka me orar. Pak më duhet me orar. Pra 3 gjëra që Franci do donte të zhdukte nga kjo botë janë dramat, ofendimet dhe telefonin. Franci, tani, dua që të ma grisësh këto, se kështu është. I grisëm, i zhdukëm, vetëm për momentin. Tani po i përzi pak, këto janë disa situata që unë do t'i mëra njëra prej tyre. Ma ka pak, mos të ndryshoj. Franci, do zgjedhësh njërën prej këtyre situatave dhe më thuaj si, nëse do gjendeshe në këto situatë, pra, si do e zgjidhja. Nëse nuk e kupton shkrimin, jam munduar këtë herë të bëj çik më të bukur, më thuaj. I zhgënjur nga një vlerësim jo i drejtë për nga mësuesja. Nuk e lexoj dot. Ka shkruar me shkrim të rritur. Je i zhgënjur nga një vlerësim jo i drejtë që të ka bërë mësuesja. Çfarë do bëje?
Pra të ka bërë një notë që Po. ti sigur që nuk e meriton ato sepse ke bërë gjitha pikët, ke mësuar shumë. Unë nuk do të, nuk mund të shkoja në tavolinën e saj dhe t'i thoja Zysh pse nuk e vën në notë, sepse Zysha është njeriu më i lartë në klasë. Dhe, Mirë, bëj kështu, unë jam mësuesja, po, edhe ti më vjen mua për shumë. Jam vetëm unë, jemi në pushim të Okej. madh, jam vetëm, po shkruaj dhe ti më vjen mua aty dhe më thuaj për shembull. Po bëj korrigjimet unë. mësuese, unë Po Franc. pash në testin tim që unë kisha marrë në 8, por unë gjithmonë asnjëherë nuk kam marrë 8. Po tash ti do marrësh edhe 8-ën dhe 9-ën Franci, për nxënësit janë notat. Po, por nëse ke mundësi gjithmonë, a mund ta kontrollosh dot testin? Po pata ko pastaj do ta kontrolloj Franci, e kupton ti sa i zonja? Shiko sa provime kam unë, të kontrolloj të gjitha ato që më thon, por me që ti je një djalë i mirë të ke mësuar gjithmonë do ta shoh. Faleminderit për mundimin. Mirë, ja vlem patjetër që duhet ta rishikonte mësuesja në këtë rast. Ka ndodhur kjo situatë në të vërtetë? Ja, Ja, shqyr. Më zgjidhni tjetër situatë? okay. Do e lexoj unë, nuk do rrezikoj që ti të më thuash nuk e lexoj dot këtë shkrim. Duke luajtur me top, gjuan dikë. Si vetë? Si veproj? Direkt shkoj dhe i them që nuk e kam bërë me dashje, nuk e kam bërë për qëllimin që ta vras atë, pa dashje dhe thjesht është një lojë, të kërkoj falje dhe gjithçka do të harrohet. Pastaj do dihemi Po prapë. që se fillon ai për shembull, jo, se unë e pash ti odhe nga drejtimi këtu, e di shumë mirë, bëre me dashje, më dhëm shumë. Që sa i do vazhdonte situatën? Unë do i thoja, unë po të kërkoj falje dhe ti, nëse do të pranosh falje, mund të më thuash që jemi prapë shok dhe do ikja. Përgjithsisht si e, djemt kur luajnë se edhe futbolli është një lojë që ndonjëherë ka shumë gjuajtje me dashje pa dashje. Si jeni bëni shok me njëherë pastaj edhe pasi lëndojnë ose ziheni me njëri tjetrin? Me top nuk vritemi shpesh, por edhe kur vritemi direkt pajtohemi, por vetëm kur hym keq, Gjithë, si është kjo kymë keq kur? me këmbë kështu, Që bën, Po. si quhet ajo fjala? stërkënç. Stërkëmsh. Po. Mirë, stërkëmsh. Po, okay. Kur fut këmbën kështu si me e bën me dashje atë që ta rrezon Jo, shokun. ajo, Kuptohet e e bën kur me është me dashje? vetëm po prek topin, nuk kuptohet. Ti Nëse prek topin, vetëm nëse prek pak topin, nuk duket që ke bërë me dashje. ti luan futboll. Po, luaj. Ky është sporti jot i preferuar. Po. Sa herë stërvitesh në javë? Po, në këto momente që po flasim, unë nuk jam në kurs, sepse oraret kanë ndryshuar dhe moti është më i keq. Por Dhe është më shi, por do momentin e filloj. parë do fillosh. Edhe një tjetër situatë. Ma dha vetë. Ke arritur vonë në shkollë. Si vepron? A ja mbyllin derën aty te shkolla? Jo, 8:01 çerek. Është maksimumi 8 çerek. Po, vinë edhe në 9. Vinde në 9, në brezin ton, 7:20 dilim 8, pa vajtur 8 pa një çerek. Do thoni ju kanë ikur ato kohërat. Par 8 çerek, po pata që vinë në 9, çfarë i bëhet aty? Futen ata, futen orë 2. Ta them sinqerisht, thjesht i thonë... Jo, më thuaj ti, për shembull se do arije një ditë vonë. Ti përgjithsisht je fiks, shkon fiks e punduar? Jo, unë jam gjysmore më herët, se nisem në 7:10 në shkollë dhe mbërrin në 7:30. Mirë, që nga shumë i rregull. Fiks për ty ka qenë kjo pyetje. Supozojmë se ke arritur vonë. Okej. Çfarë do bëje? Çfarë do ndjeje? Do sajoj në një situatë, do zgjidhje sinqeritetin? Situatë tjetër nuk do zgjidhja sepse mësuesja di që unë vi shumë herët. Dhe thjesht do të rrokisja në derë, do thoja më fal për vonesën mësuese, do kishte shumë trafik. Kjo është gjithmonë gati. Kjo është ajo fjala që përdorin të gjithë, si të rriturit dhe të vegjëlit, edhe ata që vinë në këmbë dhe me biçikletë, kështu thon, kishte trafik. Jo, Është si për të shpëtuar kjo? Po. Fluturoi koha. Franci, si të dukën këto minuta? Këto minuta më duken shumë, ishte një eksperiencë shumë e bukur që erdha këtu dhe mësova shumë gjëra të reja që do t'i përmirësoj në vete dhe hoqja emocionet. Po, hoqja emocionet, por nuk do ta shikosh vetëm kështu me lup, dale, pse pas kam bërë këtë krahun kështu. Jo, Të këshilloj ta shikosh me pozitivitet, por pse jo ndonjëherë i shohim këto për të përmirësuar. Unë e kam bërë kështu në fillim, por tani më pëlqen edhe kur bëj kështu ndonjëherë lapsuse, se janë ato të momentit, janë të gjitha këto eksperienca që duhen përjetuar. Dhe unë dua që ti, Franci, të japësh një mesazh për gjithë fëmijët, por me që mund të themi
ke edhe këtë pjesën e dëshirës për aktrim edhe për mënyrën e prezantimit, të më japësh edhe një këshill për të gjithë fëmijët pse duhet të ndjekin edhe kurset që bën me Zysh Marsi, sepse ti ke qenë te kurset e mia. Çfarë të ka pëlqyer ty që do t'ia thuash fëmijëve dhe gjithashtu një mesazh për të gjithë ku janë? Mesazhi për fëmijët është që gjithmonë bëjni dëshirat tuaja, keni të drejtat tuaja të luani dhe gjërat të tjera, por asnjëherë mos u ndani kurseve dhe aktiviteteve. Dhe pse në veçantë duhet të ndjekin kursin me Zysh Marsin? Në arrit për që të vazhdojmë kursin me Zysh Marsin, ajo na mëson të flasim në publik, heqim emocionet komplet, nuk kemi emocione fare, bashkëpunojmë më shumë dhe në çdo projekt të vogël ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe gjithmonë japim kuraja njëri tjetrit. Mirë, të falenderoj shumë Franci, më pëlqeu kjo edhe shumë spontane dhe gjithashtu kur vin nga eksperiencat e fëmijëve. Ju falenderoj shumë Franci, shumë faleminderit. Faleminderit ju. Uroj të kesh të tjera eksperienca të tilla televizive sepse meriton dhe je fiks për këtë gjë. Dhe ne bashkë do ndiqemi, do shihemi në episodet e radhës të emisionit Klubi i Shpjellimit. Ky episod u mundësua nga Ana Marketing Agency dhe Dea Academy Dance.